Me hipokrizin që e ka ves në qëndrimin ndaj miqve dhe vartësve, Edi Rama lëvdoi dhe mori në mbrojtje edhe drejtoreshën e Akshit Mirlinda Karçanaj pas masës arrest në shtëpi. Aktualisht Karçanaj ka deleguar kompetencat e ushtrimit të detyrës dhe do të jetë gjykata ajo që do të vendos nëse ka abuzuar apo jo me detyrën në lidhje me akuzat që i ka bërë Spaku. Por në rastin e saj ka bërë përshtypje ky fakt. Ata që i lëvdon dhe i mbron Babloku para dhe pas akuzave të drejtësisë shumë shpejt përfundojnë në burg, ndërsa atij nuk i futet gjemp në këmbë dhe vazhdon të përdor, të pres në bes, të lëvdoj, të çojë në pranga vartësin e radhës dhe të mendoj për kurbanin tjetër, ndërsa pas prangosjeve aktron me lëvdata e mbrojtjes sa për sy e faqe. Ka shumë fakte nga pabesia, kurthet dhe hipokrizia e Edi Ramos ndaj vartësve që i përdor dhe i shet tek Spaku në këmbim të paprekshmërisë së tij, familjarëve dhe atyre që i tregojnë dhëmbët. Këtë perversitet Edi Rama e manifestoi me kryebashkiakun Erion Veliaj, të cilin më 3 shkurt 2025 e falenderoi publikisht për punët e mira në modernizimin e Tiranës, ndërsa pas 3 ditësh më 10 shkurt ai përfundoi në pranga. 2 ditë pas arrestimit, Edi Rama aktroi përsëri me lëvdata dhe mbrojtje të Veliajt, por pas një jave e zëvendësoi, i largoi drejtorët e quajtur besnik dhe shpalli zgjedhje, ndërsa pas zbytjes nga gjykata kushtetuese me hipokrizinë e bërves, ka dalë dhe po mbron dhe lufton përsëri. Kështu veproi me ish-ministrin Sajmir Tahiri, të cilit kryeministri Edi Rama i doli në mbrojtje dhe i quajti ministër kampion, por pas lëvdatës ai përfundoi në proces gjyqësor dhe në burg. Më 13 qershor 2016, Babloku mbrojti dhe lëvdoi kryebashkiakun e Kavajës, Ervis Roshi, duke i quajtur model të qeverisjes lokale, por pas 3 ditësh u arrestua, ndërsa Babloku bëri sikur e mbrojti në Facebook e më pas e braktisi. 3 muaj pas zgjedhjeve të vitit 2021, Edi Rama lëvdoi për punë të shkëlqyer në fushat dhe në drejtimin e bashkisë kryebashkiakun e Lushnjës Fatos Tushe, ndërsa pas 10 ditësh ai u arrestua. Një ditë para dorëzimit të mandatit dhe një javë para arrestimit të ish-ministrit Lefter Koka, Babloku e quajti vëlla dhe pinte ver me të, duke e konsideruar politikan të ndershëm që iku nga moçali i LSI-s dhe u bashkua PS-s, siç veproi edhe me deputetin Alqi Bllako. Më 12 mars 2023, 4 ditë pas arrestimit, Babloku lëvdoi në fushat elektorale kryebashkiakun e Bulqizës Lefter Alla, ndërsa 3 ditë më pas ai u arrestua dhe përfundoi në burg. Të njëjtën akrobaci bëri me Vangjush Dakon, të cili deri në mbrëmjen e datës 5 qershor e mbrojti dhe e lëvdoi, por një ditë më pas ai u arrestua, ndërsa Babloku heshti sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Kështu veproi edhe ndaj Arben Ahmetajt, të cilin e quante ministër që reformoi ekonominë dhe financat dhe përballoi rindërtimin e banesave pas tërmetit, por ndryshe nga të tjerët, Ahmetaj e shkarkoi dhe u vërsul për ta futur në burg, madje me heqje imuniteti brenda ditës. Deri një ditë para arrestimit, Edi Rama mbrojti ish-ministrin Ilir Beqa, duke i quajtur të ndershëm dhe shembull që reformoi shëndetësinë me standarde europiane, ndërsa tani e ka braktisur. Me mbrojtje dhe lëvdata para prangosjes dhe braktisje pas ngele në burg, do ta aktrojë Edi Rama për të gjithë ata që ka menduar të bëjë kurban për paprekshmërinë e tij, të Olsit dhe të Lindës. Të presim e të shohim cili do të jetë kurbani i parë nga lista e Bablokut, me të piketuarit Ëngjëll Agaçi, Kumbaro, Manastirliu, Xhaçka, Krifca, Gonxhe, Denaj, Dritana Golli i FSHZ e të tjerë, ndërsa sipas lajmeve që vijnë nga përtej oqeanit, Edi Rama do të jetë dashi i kopes që do të çohet i fundit në portën e Spakut, por për të nuk do të bëj lëvdata e mbrojtja askush.